Mbrëmjes së shtunë solli atmosferë festive plot muzikë dhe ngjyra në sheshin Çerçis Topulli. Aktiviteti i organizuar nga Bashkia e Gjirokastrës bëri që qytetarë të shumë të mblidheshin për të shijuar tingujt muzikor, duke kthyer qendrën e qytetit në një skemë të hapur festive. Qytetarja shqiptare e preferuar, një atmosferë shumë festive. Pëlqen mënyra se si ka ritëm. Atmosfera është festive, shumë e bukur. Në Gjirokastër çdo gjë është më ndezur në to. Aurela pasaj normalisht me këngët e saj është gjithmonë një plus. Kam ardhur pikërisht për ta dëgjuar. Faleminderit gëzuar. Ndërkaq për këngëtaren shumë të dashur në mbar treva shqifolëse, Aurela Gaçe, Gjirokastra mbetet gjithmonë një vlerësim i veçantë. Ajo u shpreh se performanca përpara publikut gjirokastrit është gjithmonë një kënaqësi dhe emocion më vete. Ndihem shumë mirë sepse është një atmosferë kaq e bukur. Shikosh rrugët plot, atmosfera e festave është shumë e bukur dhe mua më pëlqen shumë kur ka familje bashkë, kur ka njerëz bashkë, shoqëri bashkë. Unë edhe shtëpinë time në Tiranë, për shembull, nuk e kam nëpër Kodra, e kam aty mes njerëzve. Ashtu, më gëzon shpirti. Aktivitetet festive do të vijojnë edhe në ditët në vijim, me programe të larmishme kulturore dhe argëtuese për të gjitha grup moshat.